Instituti i Kosovës për Drejtësi ka konstatuar se vendimet e Komisionit të Pavarur të Mediave për shqiptimin e gjobave ndaj tyre gjatë fushatave zgjedhore janë marrë në kundërshtim me ligjin. Përkundër faktit që mediat gjatë këtyre fushatave mund të kenë kryer shkelje prapë se prapë, kjo nuk e arsyeton Komisionin e Pavarur të Mediave që të nxjerrë vendime të kundërligjshme. Sipas Betim Musliut, zëvendës drejtor ekzekutivi i IKD-s, pas funksionalizimit, KPM-ja ka mbajtur 4 mbledhje, ku janë shqyrtuar 62 raste ligjore dhe janë shqiptuar sanksione në 59 prej tyre. Ai tha se gjetja kryesore e raportit është se të gjitha këto sanksione janë shqiptuar në kundërshtim me ligjin. E drejtori ekzekutivi i këtij instituti, Ehat Miftaraj, bëri thirrje për mediat që të shfrytëzojnë mjetet juridike në dispozicion për të sfiduar këto vendime, duke përfshirë ankesat në Komisionin për Ankesa dhe në gjykatën administrative. Këto gjetje ishin në kuadër të raportit kur rregullatori shkel rregullat kundër ligjshmëria e gjobave të KPM-s ndaj shkeljeve të mediave.